Përshëndetje dhe mirë se erdha në podcastin tim të tretë. Vedia mbi traumat është çelësi i transformimit. Unë jam Vjosa Krasniqi Maleku dhe sot e kam përgatitur një hipnomeditim për shërimin e traumës. Jam e lumtur që dëshiron të kujdesesh për veten dhe po merr kohë për të pushuar. Ky hipnomeditim është për të lidhur me atë pjesë brenda teje që ndoshta edhe nuk e ke prekur asnjëherë. Pra me u lidh me thelbin tënd, me dritën tënde, me u lidh me thellësinë e brendshme, ku aty jeton gjithë fuqia jote hynore. Ajo pjesë ku ka mbetur gjithmonë e sigurt dhe e fortë, pavarësisht gjithçkaje që ke përjetuar ti. Nuk ka rëndësi nëse je i ri në meditim apo e praktikon atë. Këtu nuk ka pritshmëri, as të drejtë apo edhe të gabuar. Qëllimi është që ti të ndjesh më i qetë dhe më i lidhur me veten, sepse kjo të jep mundësi të ndihesh i sigurt tani dhe këtu. Pra të ndihesh i sigurt me trupin tënd. Dhe nëse ndjen pak shqetësim në fillim, është normale kjo. Vetëm qëndro kureshtar dhe bëj atë që të bën të ndjehesh mirë. Ti se pari vetëm mund të dëgjosh, pa bërë asgjë, ose edhe mund të hysh thellë në trans. Ti e ke gjithmonë vullnetin e lirë të zgjedhjes. Zëri im është thjesht një ftesë për ty, jo një detyrim. Pra, çfarë të pret ty në këtë hipnomeditim? Së pari, do të fillojmë duke parë rreth të qark hapësirës ku je ti, për t'u ndjerë më i pranishëm. Pastaj do të dalësh tek vetja jote dhe do ta shohësh se si ndjehesh. Më pas do të udhëheq për t'u lidhur me thelbin tënd, që t'jep forcë. Dhe në fund do të ndihmoj të kthehesh ngadalë në këto dhe tani prap. Ky është një udhëtim për të parë veten tënde ndryshe. Dhe tani, gjeje një vend të përshtatshëm, ti mund të ulesh ose të shtrihesh, mund të mbështjellesh me një batanie ose të ndjesh rrezet e diellit. Dhe kur ta gjesh vendin e përshtatshëm, filloj me një orientim të vogël. Je gati? Tani shiko një herë rreth rrotull hapësirën ku je ti. Ti mund t'i përmendesh me zë disa gjëra që ti i sheh. Shikoje çdo gjë, çdo ngjyrë. A thua se është dhoma jote? Pra i vend ku ti je? A thua se është një pikturë dhe ti po e shikon këtë pikturë? Vëreje çdo detajl. Shumë mirë. Tani lëvizë kokën, lëvizë trupin dhe fillo të marrësh frymë thellë dhe me lëshimin e frymës vëreje si trupi të relaksohet dalë nga dalë. Ti ose mund t'i mbyllësh sytë, ose nëse ke atë ndjesinë se nuk ndihesh rat me sytë mbyllur, ti mund të fokusohesh me një pikë dhe fillo tani të ndjesh pjesët e trupit tënd që e prekin karrikën apo shtratin apo tokën. Si këmbët, shpinën, duart pra, gjithçka që është mbështetur. Ndjeje peshën e trupit tënd. Trupi yt ka peshë dhe kjo peshë pushon mbi karrik, shtrat apo nëse i ul edhe në tokë. Pra aty ku je ti.
Ndjeje edhe sipërfaqen e karrikës, shtratit apo tokës. Tani merr frymë thellë dhe kur ta lëshosh frymën, ndjej si trupi yt po të çlodhet edhe më shumë dhe sikur fundoset pak më thellë në karrik, shtrat apo tokë. Tani mendo për rrugën tënde të jetës. Ti ndoshta ke kaluar sfida të ndryshme, dhimbje fizike dhe emocionale, frika, ankth, apo vështirësi të ndryshme. Edhe megjithatë, ja ku je ti sot. Kjo do të thotë se brenda teje ekziston diçka që të ka mbajtur, të ka udhëhequr dhe të ka dhënë forcë për të vazhduar. Kjo pjesë në ty nuk është thyer asnjëherë dhe nuk do të thehet kurrë, sepse ky është thelbi yt i vërtet, esenca jote apo shpirti yt. Tani pyet të veten se ku e ndjej këtë pjesë në trupin tim? Ndoshta në zemër, në bark, në kokë, ose si mbështjellës sigurie rreth trupit tënd. Nëse nuk e di, imagjino se ku do ta ndjeje sikur të shfaqej ajo pjesë në ty. Ndoshta ndjen si një ndjesi të këndshme dhe forcuese. Mund të ndodhë që e ndjen sikur të ishte diçka e huaj, apo mund të duket si diçka tepër e ëmbël. Çdo reagim i mundshëm është e mirë se ardhur. Bëje të vetëdijshme se si ndihesh se ajo që të ka udhëhequr dhe të ka ndihmuar të përballesh çdo gjë dhe të qëndrosh deri më sot është diçka akoma e paprekur brenda teje. Diçka që nga të gjitha ato gjërat e vështira, të lodhshme dhe tronditse nuk është prekur, nuk është thyer. Kjo diçka që është vetja jote e vërtet, thelbi yt, esenca ose shpirti yt, është në ty. Ku e ndjen këtë në trupin tënd? Pra ajo mund të jetë në zemër, në bark, në kokë, aty ku ta ndjesh ti. Nëse nuk e ndjen, vendose vetëdijshëm aty ku ti dëshiron ta ndjesh. Zemër, bark, kokë, apo se një mantel mbështjellës. Imagjinoje këtë pjesë si një dritë, dhe kjo dritë mund të ketë edhe ngjyrë, mund të shkëlqej, mund të jetë e bardhë, e arit. Ashtu si të duket ty, është në rregull. Dhe lejoje këtë dritë të përhapet në trupin tënd. Shikoje se si ta mbush çdo qelisë të trupit tënd. Shikoje se si ta mbush edhe pjesët e brendshme tuat.
Ato pjesë që ndonjëherë ndihen të friksuara ose edhe të fshehura. Shikoje si një përqafim të ngrohtë, si një mantell mbrojtës. Ndoshta lejon që kjo dritë të bëhet si një yll udhëheqës, si një busull që të tregon rrugën e duhur. Dhe nëse kjo, në çfarë do mënyre bëhet e pakëndshme ose shumë intenzive, atëherë lejoje veten të kthehesh me vëmendje, pra me fokus tek trupi yt, tek drita që ndriçon në trupin tënd. Dhe nëse ndjesia është e këndshme, atëherë shijoja dhe lejoje këtë dritë në pjesët tua të brendshme të rrjedh. Ndoshta tani kjo dritë rrjedh edhe në ato pjesë që nuk kanë ndriçuar kurrë më parë. Ajo rrjedh me lehtësi dhe dashuri. Shikoje si ta mbush çdo qelisë në trupin tënd, si ta mbush mendjen, fushën tënde energjike. Shikoje si shkëlqen trupi yt nga kjo dritë e mrekullueshme. Dhe tani vëreje se si ndihet kjo. Vëzhgoje pa e gjikuar, pa krahazuar, thjesht duke ndjerë me kuriozitet. Si ndjehesh ti tani? Ku kjo drita jote hynore, ta mbush trupin tënd me siguri dhe dashuri, me lehtësi. Si ndjehet kjo? Dhe tani nëse ndjen se e mbush mjaftueshëm me këtë dritë, tani mund t'i drejtohesh kësaj drite me një pyetje. Çfarë do me këshillosh tani mua, inteligjenca apo urtësia ime e brendshme? Çfarë do me këshillosh tani mua? Çfarë këshille ke për mua? Dëgjo se çfarë zgjohet brenda teje. Çfarë ndjen në trup? Cilat mendime ose ndjesi të vinë në sipërfaqe? Dhe mbaje mend, kjo dritë është gjithmonë aty për ty. Dhe sa herë të duash, mund të kthehesh tek ajo dritë, te kjo ndjesi sigurie dhe dashurie. Kjo dritë, kjo pjesë në ty, është më e fortë se çdo plagë, më e madhe se çdo përvojë e vështirë jotja. Kjo dritë është mbrojtje dhe mençuri që do të shoqëron gjithmonë. Dhe duke u lidhur vetëdijshëm vazhdimisht me ta, ti mund të ndihesh më i sigurt, më i qetë, me këtë dritë mund t'i qetësosh dhe t'i shërosh pjesët e brendshme tuat
dhe të jesh pranë vetës këtu edhe tani, që të marrësh edhe informacionet e sigurta. Dhe nëse dëshiron, imagjinoje dritën tënde duke vazhduar të rrezatoj butësisht brenda teje. Dhe tani ktheu ngadalë në këtu dhe tani, duke ndier trupin tënd. Merr frym thellë. Dhe kur të jesh gati, hapi syt. Lëvizë trupin, shtrihu pak, ndjej tokën poshtë këmbëve tua. Dhe shiko rreth rrotull. Shiko çdo gjë rreth rrotull teje. Dhe riktheu butësisht në këtë moment të tanishëm. Faleminderit që ishe këtu. Dhe shpërndaj këtë hipnomeditim me ata njerëz që mendon se e kanë të nevojshme. Të përshëndes me gjithë dritën time, ty bashkë me gjithçka që ti je. Faleminderit që ekziston. Namaste.